Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në pjesën e parë të emisionit të sotëm do të fokusohemi tek një ngjarje e cila ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik në Serbi dhe në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Pas rreth 30 minutash në sheshin qendror të Beogradit, pra përpara kuvendit të Republikës së Serbisë në Beograd, presidenti Aleksandar Vučić dhe partia e tij progresive serbe do të organizojnë një miting që ata i quajnë madhështor nën sloganin Serbia një familje. Tubimi zhvillohet sigurisht në një klim të tensionuar, pasi studentët gjatë një viti e 8-9 muaj me radhë kanë zhvilluar protesta pikërisht kundër regjimit që i quajnë ata të presidentit Aleksandar Vučić. Se çfarë pritet të ndodhë sot dhe si do të jetë ecuria afaqshkurtër e zhvillimeve politike në Republikën e Serbisë, unë kam kënaqësinë që ta diskutoj në këtë pjesë të parë me 3 panelistë. Me mua në studio është ish ministri i jashtëm i Shqipërisë, zoti Arjan Starova. Zoti Starova, të falenderoj që erdhët në studio. Kënaqësi. Në lidhje direkte nga Presheva, unë kam kënaqësinë që të kem analistin dhe aktivistin e njohur Valon Arifi. Valon, të falenderoj që na u bashkove. Faleminderit dhe për ftesën. Të falenderoj. Dhe në lidhje direkte nga Prishtina, unë kam ekspertin e njohur të çështjeve të sigurisë, Drizan Shala. Drizan, të falenderoj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Valon, sigurisht që doja ta fillonim bashk. Është trumbetuar me të madhe kjo ngjarje si një ngjarje vërtet e madhe politike në historinë e Serbisë të këtyre javëve të fundit. Si e sheh ti këtë ngjarje, sepse analistët sigurisht që kanë opinione pro dhe kundër saj? Po, atëherë është përfolur shumë mbi ngjarjen, rrjedhimisht ka muaj të tërë që presidenti Vučić, po vetë partia përparimtare serbe pretendon të organizon një tubim të tillë siç është ai sotmi, i cili realisht fillon nga ora 6 sot në përballë kuvendit republikan të Serbisë, derisa nga orat e hershme, nga orët e mëngjesit kanë filluar të vinë nga qytetet të ndryshme të Serbisë, të organizuar nga partia progresiste përparimtare së progresiste serbe nga gjithë qytetet e Serbisë. Kjo për mendimin tim është një mënyrë kundërmitik, le të them, ose antimitik i gjithë protestave që janë mbajtur për gjithë këto kohë në Serbi, e veçanërisht ajo e muajit të kaluar që ishte në Beograd, njësoj nga studentët apo siç pritet që në zgjedhjet e ardhshme në Serbi, lëvizja studentore, andaj edhe angazhimi i vetë krerëve të partisë përparimtare serbe, edhe presidentit Vučić, po edhe krerëve lokal ka qenë tehet i madh në kuptimin që i kanë qenë shumë të angazhuar për të sjellur sa më shumë qytetarë në qendrën e Beogradit për treguar një mënyrë edhe forcën e partisë së tyre. Derisa për mendimin tim ajo që është e parë është se Serbia, po edhe vetë presidenti Vučić ose partia e tij po hyn në fushatë zgjedhore, të cilat mund të mbahen në vjesht të këtij viti ose edhe ajo tjetra që është tuar si dilemë në Republikën e Serbisë, ku padyshim që presidenti Vučić për le të themi disa javë do të javë dorëheqje nga detyra e presidentit të Republikës së Serbisë, por është përfolur që në të njëjtën mënyrë mund të zgjidhet kryeministri i Serbisë deri në fund të mandatit të qeverisë aktuale, me që i takon edhe me ligj të mandatohet nga kuvendi i Republikës së Serbisë dhe në Serbia të shkojnë në zgjedhje në të përfundim të mandatit të qeverisë aktuale, i cili bie tjetë fundi i vitit 2027 ose fillimi i vitit 2028. Valon, ndjes që të ndërpres, në këtë miting të sotëm që është pompuar goxha për hir të së vërtetës, nënvizohet edhe një element, mund të promovohet një lëvizje e re, e mbështetur nga presidenti Vučić, me e njohur si lëvizja për popullin dhe shtetin, e cila synon jo vetëm SNS-n të cilën e përmendëm, por që ta shtri bazën e mbështetjes së presidentit Vučić. Është kjo një lëvizje e re politike, apo thjesht ajo do të mund të ngërthej SNS-n dhe partitë e tjera që zakonisht janë rrotull partisë së presidentit? Po, në fakt, nëse ju kujtohet, kjo ka qenë para një viti, nëse ka qenë iniciativa për nismën e lëvizjes popullore për Serbinë, diçka kombëtare ka qenë, ku nëse ju kujtohet ka qenë një ndër themeluesit ose iniciuesit e kësaj lëvizje ka qenë edhe shqiptari i cili është ministri aktual
Demo Berisha. Por unë mendoj që në Serbi tashmë edhe partia për socialitës sërbe, Ivica Daci, që është atë shumë e zvogluar se që gjitha këto partitë e vogla tashmë në një farë mënyrë edhe janë në ombrellën e presidentit Vučić. Gjithçka që mund të promovohet sot është në kuadër të fushatës parazgjedhore, e që rrjedhimisht ai mund të përfshi edhe le të themi element serb jashtë Serbisë. Në këtë rast më shumë nga Republika Sërbe e Bosnës, po nuk është e pamundsme që aty të jetë edhe aktorët serb të politikës serbe nga Maqedonia e Veriut, derisa ata të Malit Zi. Në kuptimin, në këtë kuptim, presidenti Vučić mund ta përdor si një lëvizje popullore serbe, jo vetëm për Serbi, po edhe për serbët jashtë saj, duke parë që edhe nga Kosova diku rreth 350 serb qytetarë të Republikës Kosovës kanë shkuar në tubimin e sotëm në Beograd. Njëkohësisht besoj dhe jam i bindur që serb të tillë ka që kanë ardhur nga Republika Sërbe e Bosnës, po edhe nga këto dy shtete tjera. Prandaj kjo më shumë le të themi mund të jetë një thirrje populiste, nacionaliste e presidentit Vučić, të cilët sido që të jetë gjatë këtyre gati 2 viteve i është tundur pushteti, por edhe i ka rënë për kraja qytetare, sidomos në vendet urbane në Beograd, Novi Sad dhe Niš, pikërisht për shkak të protestave dhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur për gjatë gjithë këtyre 2 viteve në Serbi. Andaj tashmë gjithçka çfarë mund bëj presidenti Vučić, e veçanërisht ajo që dihet politika e tij nacionaliste e populiste në Serbi, bëhet në kuadër të fushatës zgjedhore, sepse sido që të jetë, Serbia o në vjeshtën e këtij viti, ose si që theksova në vitin e ardhshëm do të shkojë në zgjedhje parlamentare. Po. Drizan, doja të pyesja, ky aktivitet, pra ky miting që zhvillon sot presidenti Vučić, zhvillohet vetëm një ditë përpara Vidovdanit. Sigurisht që është e menduar mirë, edhe ky dimension kam përshtypjen nga presidenti Vučić dhe nga stafi që e këshillon atë, apo jo? Padyshim, çështja e ditës së Vidovdanit më shumë është për te konceptit politik. Pra, ne këtu kemi të bëjmë me një koncept edhe ushtarak, ku dihet që ata investimet ushtarake që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve që kemi lënë pas në aspektin e modernizimit dhe krijimit të industrisë ushtarake të mbrojtjes së shtetit të Serb. Prandaj ne duhet së pari të identifikojmë se cilat njësi do të marrin pjesë nesër në ditën e ushtrimit të Vidovdanit, çka do të thotë kjo në aspektin taktik, operacional dhe strategjik, ku dihet që kemi të bëjmë këtu me një shtet i cili gjatë dekadës që kemi lënë pas gjithmonë ka investuar mbi 2% të GDP-s dhe në këto 4 vitet e fundit e ka tejkaluar madje këtë shifër. Dihet se gjatë 2025 janë investuar mbi 65% të nevojave të saj ushtarake, tani më Serbia i merr nga investimet e drejtë për drejta që në bën në industrinë ushtarake të mbrojtjes. Prandaj kjo datë do duhet të tejkalojë dimensionin historik. Kemi të bëjmë këtë me një dimension politik, orientim strategjik, ku sipas gjitha gjatave dhe ministri në studio do të elaborojnë aspektin e efektit të këtyre datave dhe aktiviteteve që Serbia ka bërë në përcaktimin e saj orientues me lindje dhe asesi me perëndimin. Prandaj ky manifestim që do të zhvillohet është manifestim që do të orientojë Serbinë për një periudhë në ardhshme 5 vjeçare të ku dhe si do të gjejnë vetveten. Po, zoti Starova, jo rastësisht ju lash për në fund, një lëvizje studentore e cila filloi në nëntor të 2024 për hir të një skandali rënjes së tavanit të një stacioni e kurudhor kur u vran në Vojvodinë dhe më pas ajo u përhap në të gjithë Serbinë e sërish presidenti Vučić organizon sot një miting të madh me mbështetje për të treguar forcën e tij dhe për të shpallur si thua fushatën elektorale për zgjedhjet e parakoshme kurdo që ato mund të zhvillohen. Ju si e shihni këtë? E tha edhe folësi i parë, edhe unë ashtu mendoj që ky është hapur një kundërmiting, sigurisht për tregu forcën, për të thënë që unë jam krejt kundra kërkesave të lëvizjes studentore, me idenë që këto kërkesa
janë nisë kanë diçka jo politike dhe pastaj u zgjeruan dhe u shkuan më tej me synime politike. Por, ajo që doja të theksojën më rëndësishme, më duket, është fakti që në Serbi dhe brenda partisë, po edhe jashtë Serbisë, ka forcat cilat janë të interesuar për këtë qëndrim në dy karrike që është quajtur tani të Serbisë, që është përfaqësuar nga Vučići, pra edhe nga lindja edhe nga perëndimi, në kuptimin e sistemit politik. Dhe kjo është një përpjekje që nuk tregon thjesht ambicet dhe synimet e partisë së tij brenda Serbisë, jo vetëm thjesht synime nacionaliste, po dhe përtej. Pra për të treguar që ne do të ndjekim, si që thonë të fillim, familja serbe, ideja, pra kur thu familja serbe, pra e përjashton fare, po pra një familje përjashton fare kërkesat shumë masive, të një lëvizje shumë masive studentore në Serbi, dhe kjo është hapur për mua një shprehje e qartë dhe një autoritarizmi dhe një përpjekje për të kundërvënë kësaj lëvizje. Tani, unë nuk doja të bëja parashikuesin se është e vështirë ta bëj këtë, po nëse ecën të rrugë, natyrisht unë shikoj edhe përplasje, ndoshta. Nuk po them përplasje me armë pa armë, nuk mundem të them këtë gjë, po kundërshtim midis lëvizjes dhe synimeve që ka lëvizja studentore dhe krerët e saj dhe kësaj që përfaqëson lëvizjes apo mitingut që hapet sot që përfaqëson Partia Progresiste e Serbisë. Shikojmë megjithatë vështirë, kam vështirë të bëj parashikime për këtë, po është një përpjekje për të ecur kundër rrymës dhe kundër një logjike e cila nëse duhet të referohemi ides Serbia një familje, ato duhet kishte një dialog, një tryezë dialogu që nuk është bërë kurrë. Vetë presidenti Vučić e ka premtuar disa herë dhe ka lënë më njanë. Por ka thënë s'ka dialog me ju, po do luftojnë fort. Tani kjo logjik, nëse ka vendosmëri dhe qëndres dhe vullnet dhe po themi ambicie nga dy palët duhet të çojnë pasje. Nuk po them automatikisht me armë, po në përplasje. Dhe të shikojmë se si do të zhvillohet. Çfarë rezultatesh do ketë para zgjedhjeve, në fushat zgjedhore dhe pas zgjedhjeve. Ta shikojmë. Po, Valon, për ta vazhduar bashk, përsa i përket mënyrës se si është perceptuar në opinionin publik në Serbi, pikërisht ky takim apo ky miting i sotëm, nëse do ta vendosnim atë përballë protestave të shumë të mëdha dhe të vazhdueshme për gati një vit e 9 muaj, nuk e di si do ta përkufizojë ti. Po realisht protestuesit ose studentët, qytetarët të cilët shkojnë në protesta në Beograd ose kudo në qendrat e Serbisë, shkojnë me vullnetin e tyre në masë të madhe ose le të themi që gjithë shkojnë me vullnetin e tyre dhe gjithmonë numri i protestuesve kur bëhet në kryeqendra është të jetë i madh dhe të kaloj e fundit e kalon 100.000 protestues në Beograd, në kryeqendrën e Beogradit, derisa ditë faktit që kur organizohen mitinge të tilla ose anti-mitinge, si ky sotmi i prej partisë së presidentit Vučić, ekziston edhe fakti tjetër që një pjesë e madhe të tyre janë të detyruar të shkojnë, sikur edhe këta nga Kosova, serbët nga Kosova, për shkak edhe të vendeve të punës ose le të themi administratës, të cilën në masë të caktuar ose le të themi më të madhe e detyronte që të jetë pjesëmarrës në tubime të tilla dhe organizimet që shkojnë mbase nga Presheva deri në vendin më në veri të Serbisë në Shqedë atje, janë të organizuar autobus që drejt për drejt organizohen nga për Partia Përparendimtare Serbe për të dërguar njerëzit e tyre në këtë rast për krahasit e tyre, të cilët mbase edhe të detyruar për shkak edhe të vendeve të punës ose edhe turistëve që e bën nga aktër lokal të Partisë Përparendimtare Serbe, shkojnë në përtubime të tilla. Andaj dallon goxha shumë vetë fakti i protestuesve dhe përkrasit presidentit Vučić, sepse përkrasit e tij një pjesë e caktuar janë të detyruar të marrin pjesë në tubimet përkrasje ndaj partisë së tij. Derisa protestuesit shkojnë me vullnetin e tyre fiks për faktin që nuk pajtohen me le të themi nivelin e demokracisë sot është në Serbi, por edhe nivelin e korrupsionit lartë që për vite të tëra, sidomos të 2-3 vitet e fundit, është goxha
i dukshëm në gjithë nivel të vendit. Valon, përsa i përket këtij mitingu, janë të shumët analistët sër, por edhe ata në Ballkan që thonë që nëpërmjet këtij mitingu, presidenti Vučić por jep edhe shenjën që zgjedhjet e parakoshme politike nuk do të jenë larg. E përmendi zoti Starova që ai asnjëherë nuk ka pranuar që të dialogojë me lëvizjen studentore apo masive, por duket sikur ai po afrohet drejt konceptit për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, është folur për tetorin, është folur për nëntorin, nuk e di, dhe kjo mund të jetë edhe një shkëndij për fillimin e një fushate zgjedhore politike. Po, pikrisht, ajo që është e sigurt është se Serbia, le të themi, brenda 12 muajve të ardhshme do të jetë në zgjedhje parlamentare. Nëse do të jetë në vjesht të këtij viti ose në vitin e ardhshëm, kjo varet nga vetë presidenti Vučić, por edhe nga matjet që normalisht edhe i bën në terren, po edhe sondazhet të cilët i dalin edhe nga aktorë të ndryshëm. Deri para pak muajve dihet se ka pas një ngjerje drastike të përkrahjes së qytetarëve serb ndaj partisë së tij, por kam përshtypjen se kërkesat e studentëve për zgjedhje dhe në tërheqja e presidentit e shpejtë e presidentit serb Vučić, i cili pastaj edhe e shpërbëja kuvendit serb që do ta çonte Serbinë në zgjedhje. Nëse do të ndodhte në vjesht të këtij viti, unë ditëve të fundit kam filluar të krijoj përshtypjen se mbase do t'i nxej, le të themi, të vonuar studentët ose lëvizje studentore të cilët për mendimin tim ende nuk kanë arritur të konsolidojnë emrat ose le të themi figurat përveç rektorit të Universitetit Beogradit, i cili dihet se do të jetë barc i listës, ende nuk kanë arritur le të themi të organizojnë listën kundërvënëse të Partisë Përparendimtare Serbe, që fakt që i jep përparësi partisë në pushtet të dalë me rezultat mirë zgjedhje. Por për te kësaj edhe sot, po dhe nesër pikërisht ditën e Vidovdanit, siç e theksuat, është një tubim protestues ku qytetarë nga gjithë Serbia po do të shkojnë në qytetin e Kralevës, por megjithatë, sido që të jetë, unë mendoj që zgjedhjet e shpejta në Serbi mund t'i konvenojnë presidentit Vučić, që realisht edhe mund ndodhin për faktin se ai nga sot, le të themi, nis fushata parazgjedhore, por nëse zgjedhet shpallën në tetor të këtij viti ose nëntor, unë mendoj që për shkak të vonesës në daljen skenë të figurave kryesore ose figurave konkurruese të listë studentore, presidenti Vučić me këtë lëvizje ku do t'i grumbulloj të gjitha këto partitë e vogla, edhe nacionaliste, po edhe si ato partisë ministrit Dačić, mund dalë prapë përsëri mirë me rezultat zgjedhje. Kjo për mendim timin për faj edhe studentëve të cilët po vonohen në konsolidimin e organizatës ose lëvizjes tyre për t'ju këndërvënë në këtë rast do thoja regjimit të presidentit Vučić edhe në zgjedhje. Zoti Starova, ne po e shohim në ekran pamjet dhe kam përshtypjen është pikërisht ajo çka tha Valoni pak më herët, që duken të organizuara, mungon ajo energjia e protestës dhe duket që është njerëz të qetë që shkojnë për të bërë detyrën. Detyrën që është një Si e shihni pikërisht atë që ka nënvizoj? Nuk e di kështu, ne po e themin, mund t'jetë dhe kështu, po është vështirë me gjyku dhe me thënë këtë me siguri kur shikon thjesht nga larg dhe në televizion. Jo, e kisha, zoti Starova, atë që tha, në rast se do bëj një lëvizje politike presidenti Vučić, i cili e një mirë skenën politike dhe ka dominuar atë me një zgjedhje të shpejt, me një shpallje në zgjedhjeve, ai do ta gjejë të papërgatitur kundërshtarin. Ai mundet ta ketë këtë gjë, por ma mërmendja që sot nuk e ka ndërmend, do të shikoj si do shkoj ky miting, kjo po themi tamam demonstrim vullneti dhe force politike të Partisë Progresive Serbe. Do të shikoj reagimi i lëvizjes studentore dhe qytetare në tërësi më pas, dhe në javë dhe në muaj që vijnë ai do të vendos. Por mundet që nëse gjasat janë që kjo të lëvizje shumë e madhe, ai mundesi dhe logjikën tjetër që shiko, siç kam kundërshtar, kam edhe mbështetës. Pra, le të shkojmë drejt zgjedhjeve normale, edhe kjo është e mundshme. Prandaj them, në varësi të marrëdhënieve që do të krijojnë konfliktuale, përplasje,
plasje, po themi verbale, me deklarata, kundër deklarata, po me lëvizje të shpeshta, njërë pasirë, cilat mund të qojnë dhe për plasje tja, varet. Nga kjo varet nëse do të ketë, si pas me zgjedhje parakoshme apo jo. Po nëse ata bëjnë vetën dhe ky bën mitingun e vetë, bën miting tjetër, thotë shumë bukur, ju keni mbështetjen, e keni mbështetje, do shkojmë zgjedhje, normalisht ose shumë pak përpara kohës së fundit saj. Shikojmë, është gjithçka, prandaj po them nuk bëj dot parashikim. Për shumë arsye, po edhe për këtë arsye shikojmë, gjërat janë në zhvillim e sipër. Natyrisht ky është demonstrim force. Ky është absolutisht demonstrim force. Pa diskutim, dhe është demonstrim force kundër tyre, për thonë që ju keni bërë lëvizje qytetare, keni bërë lëvizje kundër qeverisë, kundër, po themi, establishmentit politik, por prit se ka edhe mbështetës. Shikojmë. Po duhet ketë shumë detaje dhe nga protesta e sot, dhe nga zhvillimet tjera që tregoj se si janë balanca e forcave për të përcaktuar se cila do të jetë. Sigurisht, po edhe komendesh që të vëjmë pas, nga njerëzit që janë atje, më shumë se sa nga ne. Jo, absolutisht. I shikojmë nga lartë dhe ne arsyetojmë rreth tyre, po nuk mund të jemi aq saktë sa që janë ata. Driza, doja të pyesja pikërisht për këtë realitet kompleks politik në Republikën e Serbisë. Zgjedhjet janë të pritshme apo ato do të zhvillohen vetëm atëherë kur presidenti Vučić do ta ndjejë veten akoma dhe më të fortë për të vazhduar që nga pozicioni i presidentit të Republikës të zbresë një shkallë më poshtë si kryeministër, por të vazhdojë të jetë ai dominuesi i jetës politike në Serbi. Tani kanë dëshmuar dhe të treguar këto protesta që kemi lënë pas në pjesën e Beogradit, është çështja e kontrollit brenda mekanizmit të sektorit sigurisë në Serbi, sepse deri në këtë periudhë që ne po flasim, ka arritur si ta mbajë të konsoliduar pjesën ushtarake, pra nuk ka partnersim brenda mekanizmit ushtarak të Serbisë, ndërsa fragiliteti është diktuar te pjesa e policore dhe pjesës inteligjente. Po tani me krijimin e këtyre zgjedhjeve të reja të parakoshme, sepse Aleksandar Vučić dëshiron që në Expo 2027 ai të jetë kryeministër dhe mbi këtë mundësi ai të përfitojë nga pjesa e investimeve të mundshme në pjesën e investimit ushtarak përmes kompanive që mbështesin atë. Në pjesën e kontrollit, Aleksandar Vučić ka humbur kësaj proteste ka humbur kontrollin mbi mekanizmin policor në Tansin dhe prandaj këtë zgjedhje do të rikthejnë legitimitetin e kontrollit të tij brenda këtij mekanizmi të sigurisë. Pra, e shikon sërish teje të fortë, sepse gjatë momentit që zhvilloheshin protestat, ishin të shumt analistët edhe në Beograd, të cilët nënvizonin që po i vjen fundi i epokës Vučić, por me sa duket ai ka arritur të jo vetëm të mbijetoj, por edhe të drejtoj jetën politike në Serbi, edhe në të afërmen afatshkurtër. Në qoftë se arrin ta kontrolloj pjesën e mekanizmit sigurisë, pjesën civile të sigurisë, padyshim forcia e tij dhe qëndrueshmëria do t'i bizetrojë çfarëdo lëkundje që mund të pësoj. Po ndërsa në periudhën aktuale që ne flasim, ai bën marrje taktike për të përcaktuar çorta dhe orientimin e tij strategjik se si ti qaset procesit zgjedhor të parakoshëm në Beograd. Po, Valon, doja të pyesja, e përmende pak më herët, por kjo lëvizje studentore apo lëvizje populore që zoti Starova me të drejtë i quajti anti-establishment, nuk po arrin që të kristalizohet si një parti politike dhe të fitojë gjithmonë më shumë terren dhe besueshmëri për të rivalizuar dhe ose ndoshta jo vetëm për ta rivalizuar, por edhe për ta mundur partinë SNS, Partinë Progresiste Serbe në ballafaqimin e radhës? Po në fakt, kam përshtypjen se pak janë vonuar studentët ose krerët e lëvizjes, por megjithatë, unë kam përshtypjen që edhe kohët e fundit ata janë duke vonuar shumë edhe në nivel lokal në Serbi, sepse që ne kemi njohur ose opinioni, sidomos rajon më shumë i ka njohur për shkak të protestave në kryeqendra, ato të Beogradit në Novi Sadit. Po kohën e fundit, sidomos sot edhe nesër, ka le të themi mini proteste ose mini tubime në 6 qytete të vogla të Serbisë, të jugut dhe të Serbisë mesme. Derisa nesër është një protestë në Kraljev, ku ka dhe studentë cilët sot janë duke udhëtuar në këmbë për shkuar atje. Derisa problemi është me strukturimin për lëvizje politike për shkak
edhe të partive opozitare që janë në Serbi, sepse ka partive opozitare sërbe të cilat ja kanë theksuar se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme të jashtëzakonshme në Serbi, por do të përkrajnë lëvizjen studentore, derisa ka dhe partitë të tjera të cilat kanë thonë se do të marrin pjesë në zgjedhje, pavarësisht nëse studentët dalin apo nuk dalin me listën e tyre. Prandaj kam përshtypjen se opozita në Serbi, duke përfshirë edhe studentët ose lëvizjen popullore e studentëve, është ende në fazën e konsolidimit, por edhe këtu varet se cila do të jetë çështja e tyre edhe në raport me bashkimin, me integrimin e Serbisë Bashkimin Evropian, edhe në raport edhe me fqinjët ose me rajonin, sepse dihet se përkraja e këtyre lëvizjeve opozitare është veçanërisht gjeneratët e reja dhe në një farë mënyrë në Serbi po ndodhen edhe një konflikt le të themi gjenerator, sepse edhe nëse shohni tubimet e protestuesve dhe tubimet e sotme të presidentit Vučić dallohen edhe për nga mosha vetë pjesë ku moshat le të themi më të vjetra janë në një farë mënyrë krah presidentit Vučić, derisa gjeneratët e reja janë me studentët. Por gjithçka do të varet edhe mendoj që karrierët e lëvizjes studentore do të jenë le të themi sy hapur për të mos bërë gabime siç e bën edhe atë me memorandumin për Kosovën, ku pati reagime edhe nga vetë aktivistët opozitarë serb që ishte në një farë mënyrë i padrejtë dhe i takonte të së kaluarës së historisë së Serbisë, e cila i ka sjell dëm rajonit, po edhe vetë Serbisë. Absolutisht. Prandaj megjithëse krejt varet se kur do të jenë zgjedhjet në Serbi dhe cili do të jetë hapi rasti i presidentit Vučić, e që siç e theksova është përfolur që mund zgjidhet kryeministër edhe në mandatin aktual. Nëse jep dorëheqje nga presidenti për përfunduar mandatin e partisë së tij në qeverisje, por duke ndryshuar emër. Por kjo do të varet mbase jo nga tubimi sotëm, por nga se si ai do të filloj fushatën sot, sepse si do që tjetë ne dhemi duket nga lartë që ka filluar të imitoj politikanët e djallë në përbot, veçanërisht presidentin Trump, edhe me sloganet ti, si që ka të qenë Amerika First, kjo sot tashmë po e bëri publik sloganin e zgjedhjeve në Serbi, Serbia një familje, dhe në një farë mënyrë do të presim të shohim pas këtij tubimi lëvizjet ose hapat që do të marrin studentët po dhe partitë opozitare në Serbi. Falenderoj shumë Valon për kohën dhe opinionet që ndave me ne. Shumë faleminderit. Zoti Starov. Isha vetëm diçka në kohën që po fliste Valoni, që sot mund të jetë një fakt ose një shtys e rëndësishme praktike për presidentin Vučić për të menduar nëse do të japë zgjedhjet parakoshme apo jo. Në pritshmëri zoti Starova është demonstrimi mbështetjes popullore, prezantimi i emrit të listës zgjedhore, promovimi i lëvizjes së re politike dhe paralajmëruar një program politik për zgjedhjet e radhës. Pra duket sikur sot mund të jetë mund të kemi më shumë qartësi se çdo të ndodhi në perspektivën afat shkurtër. Do ta themi në fundimin tim këtë gjë, mos i marrim vesh se si do zhvillohet. Besoj ndoshta do të nuhasim, do të kuptojmë ai pari, po dhe në të tjerët që i ndjekim se si nëse do të ketë zgjedhje parakoshme apo jo. Okej, të nderuar shikues, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejt për drejt për të analizuar të tjera çështje të rëndësishme të Ballkanit Perëndimor. Mos u largoni, do jemi bashkë sërish pas